Ju referuar si Kate Middleton, pas Trump, BBC kërkon falje princeshës së Walesit. Pas Donald Trump, BBC ka kërkuar zyrtarisht falje edhe princeshës së Walesit. Gjatë mbulimit të ditës së armëpushimit, ju referua gabimisht princeshës së Walesit, Catherine, me emrin e saj të vajzërisë Kate Middleton. Gabimi i përsëritur nga prezantuesja Raini Vajdi na than, shkaktoi reagime të menjëhershme nga shikuesit. Në deklaratën e shpërndar, transmetuesi britanik pranoi lapsusin. Gjatë mbulimit ton të përkujtimeve, gabimisht ju referuam Catherine, princeshës së Walesit si Kate Middleton. Këto ishin gabime gjatë transmetimit të drejt për drejt dhe kërkoi ndjes. BBC shtoi se gjatë pjesës tjetër të transmetimeve zyrtare të ditës së armëpushimit ishin përdorur titulli sakt mbretëror i saj. Ngjarja vjen në një moment delikat për BBC-n, e cila pak ditë më parë kërkoi falje dhe ndaj presidentit amerikan Donald Trump pas një gabimi montazhi në dokumentarin Trump një shans i dytë. Pavarësisht kërkimit faljes, Trump ka deklaruar se synon të padis transmetuesin për 1 deri 5 miliard dollar, duke e akuzuar atë se ka ndryshuar fjalët e tij. Skandali i montazhit çoi në dorëheqjen e drejtorit përgjithshëm të BBC-s Tim David dhe shefes së lajmeve Deborah Turnes, duke zhytur transmetuesin në një nga krizat më të mëdha të viteve të fundit. Ndërkohë, princesha e Walesit bëri paraqitjen e saj të parë në shërbimin përkujtimor në arboretumin memorial kombëtar në 11 nëntor, ku udhëhoqi heshtjen 2 minushe dhe vendosi një kurorë në emër të familjes mbretërore.